Lava, më tregon fillimisht ç'është je edhe me çka i të marrë aktualisht. Spari ju falenderoj shumë për ftesën e juaj, edhe jam shumë i lumtur që më ftoni në intervistë, edhe stafin e mrekullueshëm që keni. Unë prej kur kam dalë nga Bigu, edhe më përpara edhe tani, çdo vikend jam i zonur me mbrëmje. Tani janë disa gazetarë që dëgjova te klani që thojnë çka po bën ky. Unë nuk e di tash syza suni blej atyre. Që me pas që unë jam i zonur çdo vikend dhe nuk kam, sepse kam pas kontratë me dy diskoteka Bolero dhe Nova në Curi, dhe të dillë zakonisht kam darsma. Flas për diasporë prej daljes së Bigut, edhe përpara Bigut, edhe sigurisht prej daljes së Bigut kam lancuar 1, 2, 3, 4 kënga. Tani pres këtë javë do të thotë lansohen edhe 1, 2. Një sigurisht do të del deri fundjavës, edhe shpresoj që edhe javën tjetër janë 4 në vazhdim, edhe kjo është. Kur janë një sezonës dasmave dhe po dëgjoj për shumë kolegëve të që po thonë ka ra numri dasmav, a ka ra të te apo e ki njëjtë standard? Unë tash sezona nuk i mund të them vetëm verës që është sezona. Për mua është sezona tër vitin. Inshallah gjithë kanë punë, edhe sigurisht që kam edhe unë punë. Unë po punoj çdo vikend, domethënë edhe Angli, Zvicër, më shumë të Zvicër, Gjermani, Austri, edhe nuk e di pse këngëtarët e tjerë e zojnë veten vetëm nëse presin vetëm sezonën, shumë është gabim. Këngëtari do të më punu tër vitin, jo vetëm sezonën. Unë e kam një sezonën që moti. Okej, pse po mendon që kanë ata më pak dasma, janë tuknu më keq apo çkush? Ja, nuk ka këngëtar të keq, janë gjithë mirë. Stu ta them fjalë banale, po çdo kush e ka diçka të mire. Çdo këngëtar ka diçka, besoj që ka diçka më mirë se unë, më mirë se ai tjetri, ose anas tjetës që nuk ka këngëtar të keq. Por nëse darsma ka kuptimin e fjalës edhe ka një peshë shumë të madhe, sepse e merr në supet e tua një peshë e cila ka misafir, martesa shumë e rëndësishme të një çiftit edhe ose do një fest tjetër. A të kanë qëtu ma shumë dasmat mas Bigut, a të kanë rrallë? Ai njeriu që tani, problemet e mia personale me produksionin edhe me pa drejtësi është gjë e tjetër. Ama kur ta themi fjalën Big Brother ose do një reality show, është me keqarë dhe dikush nëse thot vallai kom pa sherr, sepse edhe nëse shahesh shumë, edhe aq më shumë që shahesh, aq më shumë donjëherë nga publiku duhesh edhe më shumë. Sepse gjithë e shahin një politikanin e Shqipërisë, po e votojnë gjithë. Gjithë në komente e shahin një politikanin që ka fituar më shumë të vota në Kosovë, po në fund ai po fiton. Në komente unë tutem ndonjëherë me hin te unë, sepse personalisht njerëz nuk rrinë me mua në tavolinë me pa çfarë njeri jam edhe po si njeri, ata më shohin, po në fund ata më thrasin për serinë e darsëm e tyre ose në gazmetin e tyre. Edhe në fundit për muzikë s'ka kush më shajt, sepse ata cilën e kuptojnë muzikën, u smuj me qenë kardiolog, për me shajt një doktor. Ata cilët janë muzicianë, cilët janë lunti që kanë nga Zoti, është mirë me dhënë një koment për muzikë, sepse të tjerët nuk më hinë punë nëse shahen. Gjithsesi desha dhe me dalë të pyetja juaj, është turp nëse thot dikush se ka pa hajër. Çdo kush të cilit që ka nejt mbi 50 ditë, nëse është artist e them fjalën, përpos ardit stafe që se ka pa hajër, për ndryshe të tjerë. Po çaj din ai, domethënë, çaj ka mundësi dhe çaj është skenik. A kisha marrë arditin me qenë se pjesë e instrumentistëve të tjerë për dasma? Jo, po s'ka kam e kënuaj, në fakt po fjale aty maestro aty, po çfarë maestro i tij për sot. Respekt për ato, inshallah do të ketë punë tër jetën, po ja nisa më njerë unë me gjërat e sulme, po nuk është e mira me thonë unë, vllau i tij ka qenë orkestër me mua dhe kam profesor në vitin e 3 është fakultet. Unë nuk e di nëse ka doni profesor më i përgatitur dhe më i aftë se Astrid Stafaj. Domethënë është një njeri shumë i aftë, për profesionin e tij është. Nuk e di nëse ka doni muzicient shqiptari më i aftë se ai. Po arditi si arditi, domethënë aty ka mbet ai. Inshallah martohet, fejohet, e kjo ka rëndësi. Pse po e thon këta? Pse e di unë. Po tregon ani. Po 2 javë përpara se më nis Bigu ka qenë në shkollë dhe më ka gacmu. Edhe këtë e them haptës. Ka ngacmuar seksualisht. Po ka qyshia e mirë dorën dhe thash largoje dorën burse nuk jam
Unë, qaq, kam dash me thënë në prime-in e parë, të premte ka qenë, po më dhimbët me thënë këtë. Okej, interesante. Lart edhe një pyetje të fundit për Dasma, a mendon që po egzagerohet me çmimet kolekte to dhe sa shkon lagë? Jo, e para punës është mirë që të respektohen diaspora, të respektohen sa më shumë diaspora, se me këto thënje shatsi, këto fjalë fyese, nuk është mirë se jeni duke parë vetë ju që nuk ka tabelat me t'jashtme shumë, nuk kanë ardhur shumë nga jashtë, edhe nuk do të vinë, domethënë dita e ditës, po rinia kanë pa që është edhe më lirë, edhe më lehtë është me shku në vende tjera, kështu që unë mendoj që diaspora do të mu respektu më shumë pak, edhe do të mu çmu shumë më shumë, edhe kjo që nuk po respektohen shumë, ja pra rezultati është shkon në aeroport, nuk është ajo vrulli shumë i madh si ka qenë më herët. Edhe dyta, a janë darsma të shtrenjta? Po, sepse çmimore janë shumë shtrenjta. Për shembull në Gjenev jam, unë personalisht shkoj e haj buk gogo thirret sa don ti. Domethënë sa don ti, ose mish, ose karkalecet e detit, e ke 32 franga për sa. Me një pije pa problem. Domethënë Gjenev, që është më i shtrenjtë gati Evropë. Këtu menuja ka shku deri 60 euro, që është, unë mendoj që është e tepër, shumë e tepër, kjo është. E unë besoj për një 5 vjet do të shkurtohen shumë darsma, do të shkurtohen edhe vizitat diasporës në vendlindje, që fatkeqësisht është kjo, nuk duhet me ardhë për të mirën, me thonë që shi që s'kan ardhë, jo, do të marrë, sepse investimi i tyre, ata janë një fuzion apo serum i Kosovës, i shqiptarisë, po. Okej, kthehemi pak në Big Brother. Pse i ke ik postimet ku e ke tregu që ka pas telefon mrenda, i ke publiku, pastaj janë heq ato postime, çka Kam dhënë unë 100 herë intervista, tasha përsëri mu kthy te kjo, sepse unë sot kam marrë për me fol për karrierën time, për ardhmërinë time, për të ardhmen time, jo ardhmëri, por jo për Big, unë kam tregu të vërtetën në asnjë mënyrë ne brenda nuk kemi pas një informacion, askush që ka pas një telefon, ne nuk kemi pas kur kontakt mendoj, unë personalisht e flas edhe për disa persona të tjerë, që mos ta seki emra, do më thënë ne kur edhe në dhomën, do më thënë ushqimit ku na bike, ose ne kur fitojshim të buxhetin, edhe ne nuk kemi pas kontakt, do më thënë, bëll ke dera, momenti që vike ushqimin e shkojshim me marrë, nuk ka pas shanse, se publiku kujton që ne shohim televizion gjatë prime-it ataj, po jo, ne shohim vetëm atë syrin, domethënë nuk e shohim, në asken nuk e shohim. Edhe kur flasim me refilmin, flasim me televizionin, domethënë me ata na shohin, po ne nuk i shohim. Edhe ku ishte ajo pyetja juaj, un kam has përmes dikujt të regji, publiku im, disa shokë të mi, që kanë qenë shumë një stafi im, edhe kanë has diku përmes dikujt që ka punu regjia aty dhe që punon ende. Edhe kanë ble ato video, janë 108 video, gjitha dallavera që janë bënë edhe dhomra filmeve, votat e mia i kam. E pse i ke hek? Pa e kom hek sepse ka qenë problemi se unë pata sulme shumë prej klanit, prej disa drejtora ekskluziv, prej atyshit, edhe po të kisha vazhdu me video me postu, unë nuk besoj që do të majke Big Brother VIP Kosova finalja, do të ishte shtëpia Kosovës, sepse sigurisht që do ta kishin doni heqjen e licencën përkohshme apo diçka, por ne tani e kam dëgjuar avokatin tim, Burim Alilin, edhe ne jemi gjykat tani, do të thënë jemi qartë që ne kemi kontratë aty, janë gjallët apo më shumë faqe, edhe nuk kur bën net, sepse bas daljes time, unë të nesër me kam dërgu me njerë 7 ditë me kërku votat, se nuk ka qene e pa qartë dhe publiku, a doni në YouTube, edhe në Facebook, Instagram, a doni me majt lapin, po jo, këndej në televizion, jo po. Nuk ka qenë e qartë as për publiku që apo dojnë, edhe me 5 vota nuk ka ndodhë kjo asnjëherë, do më thënë,
Ajo ndodh në finale, po jo gati edhe 12 ditë pa u kry finale. Edhe kjo ka qenë pa e qartë, po synimi i tyre ka qenë që me më largu edhe limit para se medalë. Para se limit kur ka inë aty, i kanë thonë Olsa që me largu prej me Zavrzila minutin. Dush me largu pa tjetër, edhe kështu që ata kanë luftu me se vota e kom pas. Unë du të them vetëm një cifër, nëse nuk e besoni, ka me dalë shumë shpejt në gjykat arbitrazhe, sepse nuk qohet kur ke diçka me bigun, nuk dërgohet në gjykat, por në arbitrazh, edhe ju do ta shihni që unë kom pas 72.000 vota. Ludo me plot respektin, e du shumë si shok, edhe ai ka meritu, do shta me fitu fund, sepse ka pas vota, Ludo ka pas 5.000 vota. Klodi ka pas 1.200, Benita 800, 300 dolqe, qatë natë, për finalin, edhe qesin, do më thane qesin Ludo si vend parë, vend dytë Klodin, kurse mu, e ekin në ora 10 ndalin votimin, në ora 10 me njerë qesin votimin me 5 vota e mani labinotin e jo. Po e gëzoj hipotetikisht, po e them, nëse kisha kalu në finalisti i parë, qysh më kishin qitë mu në televotim apet? Pse nuk e eken dolqen me njerë? Pse që ti kanë tani dela ish kushtrimi flet pa lidhje, kur kushtrimi unë nëse ma jep një telefonin, do t'ja dëshmoj që një droni ilegal, sepse droni legal ka kushtu 250 euro. Kurse mu mi kanë dalu dronat, edhe shoqënia ime, dashamirët e mi, i kanë dërgu gati bigjallë drona. Ilegal, dhe më thonë, ilegal me dronat e vetë që e kam ble, e ndër to edhe ka dhe një dron, nëse më lejo telefoni, ka dhe një dron i cili i cili e shef kushtrim Kelani, edhe nuk vjen, e ne sa imi kon as mu mbranda, sa imi përla, po kur ka arë punat e droni, kur ka qenë pyetje familja, ne gjithmonë jemi tregu, dhe më thënë, adim sepse droni ka qenë diçka, ka dhonë vullnet. Unë e di pse kanë dalu ato dronat e mija, sepse këta bishin presion. Kur vike dronat për mu, bishin presion edhe, nuk e di, knockout, komplet, edhe u kishin frikë nga dronat e mija. E kështu që kam një dron i cili ka ardhur këtu, edhe e sheh kushtrimi, edhe nuk e tregon, domethënë nuk më vjen nuk më lamron që kam dron. Kjo është pushtërsia më e madhe. Sa mendon që ka bëu ato? Po e ka ardhur, domethënë, ku di unë, to do të më pyet atë. Edhe tani javën e parë unë kam deklaruar që nuk kënon më Zvicër, unë kam qenë brenda, ata në klan e thonë që labes ta kanë ndalu Zvicër, po çish më ja ndalu në Zvicër kur edhe nuk e ndaloj, çka kom ndalu në Zvicër. Kupton aty. Sa i ka thonë pra ashtu? Aty brenda, po ishte gjatë nervozës, gjatë padrejtësia disa që kanë ndodhur, edhe nga ana e tij, edhe nga ana ime, aty jemi të izoluar, edhe është një izolim që kush e ka përjetu e din si është brenda. 100 më shumë kamera, edhe është pak e zorshme. Tualet ata të cilën nuk e kanë ditur, edhe kemi edhe ka dhe tualet kamera. Tani ku ishte fjala e telefonit. Po, nani nuk e kemi ditë, po telefoni ka gjetë Albës, më duke që për me thirë Limin, për me ardhë, sepse Limi nuk e di pse nuk ka dash me ardhë, edhe telefoni ka gjetë Bia dhe Labinoti. Si pas bijes, nuk flasë si pas meje, si pas bijes, momentet që ta e kanë qunë në dhomë rëfimeve, edhe ta e kanë ndryshu kontratën e Labinot Agjiut, që mos me folë, mos me tërgu banorve, mos me folë edhe të majmë deri finale, se ju e dini që ai mas 2 javë ka pas mu largu, dhe më thonë edhe sepse aty gabimi, kur e kanë Tonin, aty ka qenë gabim, se Toni unë e besoj që ka pas vota, ai ka qenë lojtari mirë. E kështu, derisa ta gjej atë videon? Tregon pak i ke sulmu shumë banoret normal në kuadër të lojës, a je pishman për najkën edhe... E kam thënë këtë, e kam sulmu dhe ata më kanë sulmu, do më thënë sepse unë s'kam shku aty darsëm, as kam shku me fjet, as kam shku me pje bira, as kam shku me dashuriçka, me gjithë dashuri, me shku për mes disa femrë, me shku finale, sa ashtu kam mujtë edhe unë, edhe mu më kanë thonë, ato shmu lidhë me dikon, doshta, them thojza, po ato nuk e kam vepru, sepse moralin teme ku mbajt aty në brenda, sepse unë jam personi martun, e kështu që edhe Ludo si kanë thënë mas 2 javë do të më lidh me njerën nga banorët. Ai është për me tregu, ka thënë këtë Ludo.
edhe kështu që po ne ata persona të cilin na shajnë, vetëm do të me qitë ndonjëherë pyetje në vetës, a na kanë pa ndonjëherë dhomë rrëfime mu, Albin dhe Dhu do me hinë mrenda? Kuriq, çdo herë kemi hinë individualisht, në kanë thirrë. Ama ai kanë pa treshi për sheshë cilë unë e kam vë këtë emër, a i kanë pa ndonjëherë mbrenda me hinë vetë, do shta në 102 kanë hinë do shta 3 herë ose 5 herë vetë, gjithmonë bashkë. Do kanë pas informacione, kanë pas edhe një pyetje kisha bo gjithë publikun, a ditë kur s'ka dalë Prime Eliona, pse nuk e qiti si qysh ka ndodhë, qysh ka shku në spital, pse Albes ja 2 herë që ka shku në spital, më thonë ja prezentoj për mes publikut, që i tha çka ka ndodhë, qysh ka atë bollonta, e pse asaj nuk ja qesin, do më thonë kretë janë këto skanime, po skanoj. Çka ka ndodhë si pas teje që ato me? Ka nejtë lëmë rëfime me menagjeri, me babën e saj dhe me psikiatr. Ose psikologun, më falë. Të më s'ka pas ato story të spitalit? Jo, më që farti, që story të spitalit, këtë është ajo farti që... E te, a ke po qëta, ose a kina informacion? Kam shumë informacione, po nuk është shtu për me thënë. Kam 108 video, kur i them që kam 108 video, do thotë, më falin që mbaj telefoni, jam të lypë atë video me tërgu dronin e kushtrimi. Përmane më herët fakti që në blejt qëto video prej dikujtë në regji. Po. Sa e në blejt? Nuk mi ta përmendi, këto është blej për një personit që më ka da shumë mu, edhe është blej edhe kemi. 9 video i kena, ato e në këtë faktet gjalla. 9 video i kena hedhë edhe... Po në raport me Fjollën gjitha ato vendime që ka qenë mes, qa menon sot për ta? Fjolla mu kanë kërku dhëmë rëfiu, më kanë kërku mas me sulmu mu, sepse ku mujt me ek me njerë mas një jave. Edhe edit e kanë kërku dhëmë rëfiu me që mos me sulmu, sepse gjina leja dhe një 2 javë në të merë pak publik. Vetë Olsa, producente, më ka kërku mu personalisht, nëse nuk është të vërtet, kam video, sepse kam video, muj me hellë nëse do në ajo, nëse të thotë që jo, unë e di, që Olsa më ka kërku që gjina mos leja dhe pak se është presion, ande është vajzë e mirë, edhe unë e kam por ajo nuk më lejke ratë që am i bënë tash, ajo najmë, thoi ke vetën Shërli, na që jemi, edhe unë jam qytetit të Ravecit, po a këta që janë katundarë, që ka donë zotit tash, që me thonë, që me bo? Ajo kam president nonën, babën, minister, nuk e di që ato i ka sfes, kuptoj që është ka ato i. Edhe dësha, më falem ja shumë keq, dësha me qenë sa ma pasë kuzhina, gjitha ato flok, nuk e kapshin flok, se posa që është Fjolla, gjitha ato flok bishin në për ushqime, edhe unë jam shumë gërdit nga ushqime, sepse vetë 12 vjetë kam punu kuzhin japoneze, edhe ju e keni parë që vetëm jam une që kam fshi në maksimum. Nëse ja kanë qenë 26 banor, 90% të asaj shtëpijës unë kom fshi ata kretë banor vetëm 10%. Edhe ushqim këtë kom po unë, maksimum. Po, edhe Klodi ka po ushqim, unë, Tonej, Labinota Gjiu, në disa në qaste. A ke njoft Fjollën të Parabigut, a po mërët 2 herë, 2 apo 3 herë jemi taku, kena nisë me bo një kongë, po ajo kongë ka met në hanë edhe kur su bo. A kanë qenë qëta atër tjashtet që janë transfernu edhe mërë? Jo, mërë qëfar unë e kom prit shumë mirë dhe ka pas një ditë për para ka net me shëqinit teme, i ka premtu që do të respektoj labin edhe unë kur ka i jam gëzu që e kom pa edhe kam thënë, tash ka me fillu loja, ajo me qenë se unë jam autori asaj natës që nuk e kom leju se ajo qatë natë, më tërë faktori kryesor për pozitivitet që se kom lishu medalë, se e ka pas medalë qatë natë. Të ke smuj pa vajzë, smuj pa qikën teme, andej këndej edhe arditi të ke lemërën e të shkon, një person ma pak. Të është qysh mërë ti, të është të që ka manë loqke, vlaqko, të është qysh, të është dili premte si zojnë, dalish në përme Prime, dalish në përme studios, edhe shojnë këtë publiku, ka shi ku shmëri ma shumë, e premte, ja, po dali sot, unë e kumblon, dhe më thonë, se kumblon me dalë, edhe unë kam qenë afër saj, por ajo tani me problemet e veta që ka, shtu që kam thënë pas këta kanë mu lidh Klodi edhe Eliona, edhe ka dalë ajo që kom thënë. Pak ma vanë kam e të pytë për këta. Po më lënë me gjetë qatë video me... Po okej, nëse e ke gjetë, mujna me ekspozu para kamerës. Që dronim, ilegal, sepse ma kanë dalu që kushiet kushtrimi poshtë, video nja kom dërgu edhe moderatorit, e kështu që
e shifri dhe nuk më tregon që kam një dron. Nuk e dron dhe ik mbrenda dhe nuk tregon që kjo s'ka ndodhur kur në 4 edicione të Big Brother VIP Kosovë. As këtu, as Shqipni, as ferm, as kërkuiq. Këtu e kushtrimit tani, në fundit kushtrimin e kom ekbre, na kemi qenë në minim. E kom mujtë. Mu kërkus më ka mujtë. Kjo arsyeja e zonkës të fundit. Jo, më s'kam zonë kaj, nëse ato janë, tash ti po shkon me punu, unë e kam, do më thënë, drejtorin për betorira për këto gjana shok më të gurë që është i vetë mi ushtar 14 vjeçar që ka qenë UÇK mentor Veliu, kur dush muj me bo ato për me pa publiku. Po ato ti 2 kamera për para me veti e ti po bën diçka ku gjosë jetu po hiq. Ti do po për influencë, ku di unë, për shikueshmëri, për audiencë, kështu me radhë. Pritë ofendimin e tij në çat formë. Jo më raj, mas pare kur për jetën e ti nuk e ka shtratin e vetë, nuk e ka rregulluar ja ku më rregullu shtratin. Besa, as ato jargon, as to sasa, edhe unë ja çdo herë janë drejtësha, edhe mu do një herë i gjerta më ndihmojke, falenderoj shumë, edhe kur për jetën e ti, vetëm shishat e birave, sa e kom mek të shtrati ti, kur kom qenë kapiten, kur gjua s'ka fshi, do më tonë, si kur gjua, si për shumë mi adhon një post, diku, kur iq, as pjatën e vetë, do më tonë, që ka unger buk, në hequm ma shumë ka nejtë që ka bolojnë, po të kishin qenë 26 lojtarë si jaj, mas një javë ishëm shel bigu, edhe si arditi. Komentari mirë është, kush e thot që nuk është komentari mirë, por ai ka pas informacione prej motrës të madhe, tash ata të cilë nuk e din, ata e din Majlinda, cila ka qenë mbrenda, ai ka pas informacione, shoqëri të madhe me ato, edhe sepse unë sa kam informacione produksioni, ka pas me ek mas 2 jave. Po, se nuk bën me nejtë për kushtrimi, se kushtrimi e din që ka një gjë, thojca, po, se edhe din kushtrimi sa ere këmë shpëtu natën, cila e ka një ankth, i cili qohet jerëm natën dhe pisket dhe nalet fryma, unë jam ai i cili kam shpëtu 30 herë jetën natën, ka kush iq? Atë ka falenderu? Kur iq? As familja ti, vetëm ka sulmu dajtë ti prej Gjermanisë, se cilin e kam denonsu rastin në Zvicër. Kam kërcenu, po. Rasti është tash në polici? Po, Zvicër, po. Me numër telefonit Gjerman, nuk e dija dajtë ti, po u prezentu si dajtë ti. Bigu është bigu, ne e kemi milionar është, me thënë, aty është luaj. Ja, nuk e kom pa kur. Ka kënu në Zvicër, në Bolero, i ka pas një taulin, ata do familjarët e ti kanë aljo 4 veta, publik s'ka pas, qaq.